emisionit tonë. Tani do të vazhdojmë me një intervistë të radhës ku kam të ftuar Robert Nuën, i cili është koreograf i shfaqjes Pas luftës kush jemi ne. Kjo shfaqje ishte dhënë me datën 26 nëntor, mu në prag të përvjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, dhe e mira është që kjo shfaqje do të udhëtojë tashmë në vende të ndryshme të Evropës, duke përfshirë Parisin dhe Brukselin. Për të gjitha detajet do të diskutojmë së bashku me Robertin. Përshëndetje, mirë se vjen moment. Përshëndetje, mirë se gjej. Robert, kënaqësi me fol për një sukses kaq të madh të kësaj shfaqje, e cila i ka pasur pretendimet, po kaq ndoja që është në fillim. Po, kënaqësi edhe për neve shumë që kemi arrit mas gjithë atij muni me shpërfaqë diçka të tillë edhe jashtë në Evropë. Duke qenë se me të vërtetë kemi provu të gjithë pa përjashtim, kemi provu me sjell një frymë tre të dans teatrit. Edhe me u prezantu me një shfaqje të tillë, me një vepër të tillë, për neve është sigurisht është privilegj, po është edhe përgjegjësi e madhe, kështu që tash Franca dhe Brukseli janë nisma e rrugës tonë që po besoj që ka me qenë gjatë. Ku po shkon në spari, në Paris apo në Bruksel? Jo, në Paris jemi me datë 24. Pra, kjo udhëtim është u bë për nder të 26 vjetorit të bombardimeve të NATO-s. Pra dhe jo pa qëllim është vendos pikërisht data 24 mars. Sigurisht për këta është ideator edhe meritor Nusret Plana, i cili është dhe producenti i shfaqjes, edhe i cili ka marrë një barë të jashtëzakonshme si për vetës, kështu që po shfrytëzoj rastin me falenderu që gjithë këtë ekip edhe gjithë këtë staf organizativ, po edhe aspekti artistëve që janë të mbledhur bashkë, i ka në menaxhim profesorin nderuar dhe nuk e ka kollaj hiç, se është ekip shumë e madhe. Zotri Plana është producent? Producent është edhe ideatori i shfaqjes, pastaj sigurisht me bashkëpunëtor kreativ, me stafin kreativ, po edhe me aktorët, me kërcimtarët, me gjithë ata që keni pas rast me i po, kemi arrit me bani punë që hyn të punët e mia më të mëdha që i kam bërë deri tash. Po besoj që jo vetëm të mijat, pra në kuptimin e masës edhe të njerëzve që kanë qenë prezent premier, kanë qenë 1500 persona prezent, kështu që kjo neve na bën shumë të lumtur, e tash po shpresojmë që edhe në Paris dhe në Bruksel do ta kemi të njëjtën masë njerëzve, pse jo, po edhe të njëjtin impakt si këtu. Një thirrje ekskluzive për të gjithë shqiptarët të cilët jetojnë në Francë dhe në Belgjikë njëkohësisht që të vinë edhe ta shohin këtë shfaqje. Personalisht e kam bërë shfaqjen edhe është diçka që të lë pa koment. Andaj ja vlen shumë. Robert, kjo është vetëm një përshtypje e parë, sepse unë nuk e besoj që nuk jam as e para as e fundit, se gjithatë edhe ju 1500 persona kanë qenë muna atë sallë, e që besoj i keni dëgjuar duart trokitjet e tyre edhe emocionet që i ka dhuruar gjithashtu shfaqja. Po, në fakt, premiera, po edhe ato udhëtimet që kemi pas, prezantimet në Tiranë dhe në Shkup, kanë shku me po të njëjtën ritëm, ndërsa edhe sot ka shumë komente, ka shumë, do të thosh, shfaqja është duke jetuar në memoritë e secilit që ka pas rast me po, po edhe ngacmimi që i bëjnë imazhet e shfaqjes që na tash sigurisht po japim edhe nëpër televizion edhe nëpër mjetet tona sociale, rrjetet të ndryshme, po ngacmon imagjinatën, sado shkurt që po janë, po ngacmon imagjinatën edhe po le përshtypje shumë të mira të njerëz, qoftë si imazh, qoftë edhe si qasje. Për neve, sidomos për pjesën e artistëve që jemi të përfshijmë, është privilegj, është kënaqësi shumë e madhe me përfasu vendin dhe të vetën njëri tjetrin punën e madhe që e kemi bërë, me prezentu në Paris. Sigurisht nuk është një diçka që ndodh shpesh, sidomos kur bëhet fjalë për një ekip shumë të madhe dhe sigurisht ekipet e mëdha kur janë me institucion mbrapa, e kam fjalën institucion shteti, është pak më e kollajshme, po kur merr përsipër diçka një personalitet si Profa Nusret me produksionin e tij, shumë uraj edhe shumë shpresoj që do të ketë përkrojën e duhur institucionale, sepse e di që deri tash se ka pas. Pra është duke arrit me... Pavarësisht se ku ka udhëtuar shfaqja. Jo. Pra ka qenë në Prishtinë, në Tiranë, në Shkup dhe tash i ka synimet dhe ashtu realizimi pra për të shkuar edhe drejt vendeve evropiane. Po, dhe... Si qëndron realisht përkraja institucionale? Në fakt, nuk ka përkraja institucionale.
pavarësisht rëndësisë dhe jo rëndësisë vetëm si shfaqje, po dhe rëndësisë asaj se çfarë trajton shfaqja, pra ajo është një reprezentim në formë artistike, sigurisht, i të kalumës tonë, i sakrificës tonë për liri, i asaj çfarë ne kemi kalu që sot me qenë këtu, dhe një personalitet si profa i nderuar, që tash po shfrytëzoj rastin me fol, është shumë përkeqëardhje që detyrohet mas gjithë kontributit tij me dalë me kërku ndihmë nga bashkëdhetarët për me realizu këtë shfaqje. Pra, në të kundërtën, normal, do duhet me qenë institucionet mrapa, sepse është një vepër e madhe, e një gjinie teatrale shumë të rëndësishme, që do të prezentohet në disa teatro shumë të rëndësishme dhe që lidhen me historinë tonë, në kuptimin me çlirimin tonë. Kështu që jo. Nuk deri tash jo. A janë në ku institucionet? Nëse dikush po na dëgjon që është vendimtar në këtë aspekt. Gjithmonë janë ku institucionet, edhe unë i bëj thirrje si artist, si qytetar i këtij vendi që realisht me i kthy syt nga ky produksion, e di që shumë produksione dhe shumë prodhime të ndryshme teatrore, të baletit e gjithçka kanë probleme financiare, që është kryesorja se me shku në Paris me 30 e ca njerëz nuk është kollaj. Është një gamë e madhe e punëve që duhet për veç me organizu, për me shku, e lejë ma me shku atje. Ka koste të jashtëzakonshme. Me alon krejt barën një personaliteti, një diçka që na përket gjithëve, mu po m'duket pak e turpshme, për institucionet tona. Kështu që ka gjithmonë që institucionet me i thirr pak memorjes vetë, dhe memorjes tonë, kështu kolektive, me përkra një iniciativë tillë, sepse na sigurisht do të shkojmë. Nuk kemi asnjë nga artistët që dorëzohen me kollaj, po as Basanusret nuk është natyrisht që tërhiqet. Po unë duke i parë rrethana deri tash se si po shkojnë pra në përkraja është e jashtëzakonshme e çdo njëri që na flasim sigurisht. Ka edhe përkraje të institucioneve private, ka ndërmarrjeve të ndryshme që po mundohen me qenë pjesë e këtij rrugtimi. Po asnjë shenjë nga institucionet e kulturës, dhe kjo është për habi, nuk habitem unë shumë se fundja këtu jetojmë, po është për habi dhe sigurisht për mendimin tim është për turp. Fundja, që ka shumë e rëndësishme është që edhe premiera, sikur premierë, në momentin që është dhënë në Prishtinë, besoj edhe në Tiranë dhe Shkup është vepruar njëjtë, hyrja ka qenë pa pagesë. Pra, në asnjë mënyrë nuk është parë qëllimi financiar para asaj atij misioni të shenjtë që e keni marrë secili, edhe nga kosta aktorëve dhe nga kosta organizative dhe gjithçka tjetër që secili prej juve që jeni përfshirë. Keni bërë me më shumë zemër aty, duke e lënë krejtësisht atë pjesën e profesionit për çka dhe punohet në fund të ditës. Na secili kemi sakrifikuar diçka të vogël përballë sakrificës të madhe që e kanë bërë njerëz që kanë sakrifikuar ato që është më sublime, jetën e vet që na me mujt sot me fol këtu shqip. Pikërisht. Pra për neve ka qenë një lloj detyre, është një lloj detyre patriotike, njerëzore, që na me dhënë kontribut sa do të vogël, një kujtim i vogël për 1432 angjëj, fëmijë, që nuk i kemi më në mesin tonë. Po dhe për krejt sakrificën, krejt vujtjet, krejt atë luft, atë përpjekje, atë përpëlitje që e kemi bërë për me qenë të lirë. E me ardhë sot në këtë pikë që një personalitet si profesori që është heroi gjallë, edhe i para luftës, edhe i pas luftës, me kërku ndihmë nga çdo kush, e mos me u dorëzu, me dasht këtë punë me shu atje ku duhet, në shej falenderimi për intervenimin e NATO-s në Kosovë. Pra është e bën një person, është dashur me bën institucionet. Fundja fundet unë e përgëzoj në sejtin për këtë guxim, për këtë idealizëm që e ka, absolut nuk është diskutuar çështja e biletave atëherë, as nuk diskutohet prap. Pra na kemi dhënë më të mirën tonë me ndërtu diçka që është mbi të gjitha vlerë artistike, por edhe një lloj kontributi në memorien që na duhet me e pas pak më të gjallë, më të freskët, sepse nuk është shumë kohë për ato që ka ndodhur tek ne dhe sigurisht. Unë po besoj dhe po shpresoj shumë që kanë me i kthy syt ka arti mirëfillt ose ka puna me vlerë, siç është kjo, dhe po shpresoj shumë që kanë me reagu. Urej shumë. Vanë së shkurë. Robert, po vazhdoni provat pavarësisht këtyre problemeve dhe të lashave të ndryshme financiare që mund të jenë përgjatë rrugtimit?
Po, faktikisht se kjo, çka ishim duke bisedu, pavarësisht i gëzimi edhe kësaj feste që na e kemi, sigurisht që na prek ma shumë inferioriteti se sa atë kjo çështja e një lloj injorimi të gjithë kësaj pune nga institucionet shtetërore, për mos me hyrë në hak i vetmi personalitet i institucioneve publike ka qenë përparim Rama që na ka përkrah në mënyrën e vet, në atë ku ka pas mundësi me na siguru një sallë për prova, kur e kemi bë shfaqjen. Mirë, po aty ka mbaru, do më thënë nuk ka asnjë lloj interesimi nga persona tjerë. Prandaj, pse unë jam pak i revoltu, jam pikërisht me faktin që pas gjithë punës e djersës se nuk vlerësohet sa duhet, dhe nuk duhet jetë kështu sepse këputën ëndrat e trive, e na pavarësisht kësaj, arti dhe artisti është një lloj opozite në përgjithësi në botë. Edhe faktikisht na jemi mësu me këtë itinerar, nëse mund me thonë kështu. Sigurisht që na nuk dorëzohemi para asaj që na e vlerësojmë edhe e du. Është puna e përditshme që na me dalë sa ma mirë dhe me u përfaqësu sa ma dinitet që ma të ku do të shkojmë, sepse fundja fundit nuk përfaqësojmë veç vetëm, po gjithë historinë tonë edhe artin edhe komunitetin artistik, pra na të gjithë jemi bashkë në këtë rrugë. Kështu që po, provat janë intenzive, të përditshme, me nga 6-7 orë në ditë. I përgëzoj edhe artistat që nuk rreshtin së punuari për me mri diçka tillë. Robert, shumë suksese, pavarësisht këtyre sfidave të këtu, por rrugtimi juaj është tashmë i qartë. Ju do të udhëni në Paris dhe në Bruxelles, atje do të mund të mblidheni edhe të gjithë shqiptarët të cilën sa do pak e duan artin, uroj të gjejnë kohë dhe të jenë sallat e përmbushura plot siç kanë qenë këtu në Prishtinë, në Tiranë dhe në Shkup. Uroj ta shijoni suksesin edhe në vende të ndryshme evropiane. Po, unë ju falenderoj për mundësinë edhe për hapësirën që jepni çdo lloj iniciative, sidomos kësaj iniciative.